Paqja me ju miq dhe ndjekës të këtij kanali të psikologjisë shpirtërore, si dhe ju vëllezër dhe motra në Krishtin. Mirë se u gjetëm në mësimin e radhës, që është mësimi i 5 nga radha, në ciklin e mësimeve lufta shpirtërore. Dhe sot do flasim pikërisht për temën veshja e njeriu të ri. Njeriu i ri sipas Biblës, dhe kujtojmë që këto janë mësime nga teologjia e krishtere protestante ose ungjillore. Dhe para se të fillojmë për të mësuar këto parime, që çfarë mëson urtësia e fjalës së shenjtë në lidhje me njeriu e ri, le të bëjmë hyrjen. Pra hyrjen po e bëjmë sepse jo të gjithë mund të kenë ndjekur nga e para të seri. Pikërisht për luftën shpirtërore. Pra lufta shpirtërore, sipas fjalës së shenjtë, është një betejë midis të mirës dhe së keqes, ku njeriu përballet me fuqi shpirtërore të errta, së brendshmi dhe së jashtëm. Disa nga këto fuqi të errta njihen si tundimi, dyshimi, frika apo gënjeshtra, të cilat synojnë shkatrimin e gëzimit në jetë, qëllimeve për jetën apo të marrëdhënieve tona. Në këtë seri mësimesh do të shohim se si mund të qëndrojmë në këtë betejë shpirtërore si besimtar në pozicionin e fitimtarit, ndërsa ata që nuk janë në besim, por në kërkim të së vërtetës, do të fitojnë një uri shumë të vlefshme për jetën e tyre nga urtësia e përjetshme e Biblës. Dhe fillojmë me vargun, sepse më mirë se ne flet fjala e Zotit, nga libri i Efesianëve në Bibël, kapitulli 4, vargu 24, na shkruhet pikërisht kjo gjë e lidhur me temën e luftës shpirtërore për veshjen e njeriu të ri. Dhe thotë, dhe të visheni me njeriun e ri, të krijuar sipas Perëndis në drejtësinë dhe shenjtërinë e së vërtetës. Pra shohim një porosi nga apostulli Paul, kuptohet nga fryma e shenjtë, Perëndia e ka shkruar Biblën përmes apostujve dhe profetëve, dhe i bën thirrje besimtarëve që të vishen me njeriun e ri, pra të ndërtojnë në veten e tyre karakterin shpirtëror. Dhe vargu më pas na bën të kuptojmë që këtë karakter shpirtëror tek njeriu, pra këtë njeri të ri që është karakteri shpirtëror, e krijon Perëndia sipas modelit të tij, se thotë të krijuar sipas Perëndis. Pra vetëm Perëndia mund ta ndryshojë karakterin e njeriu. Bibla në mënyrë të tërthortëzi mëson se njeriu nuk e ndryshon dot vetë karakterin e tij. Por nëpërmjet fuqisë së Perëndis, kurse thamë në mësimin e kaluar që mund të bëjmë më shumë se sa ne mendojmë dhe kërkojmë, Perëndia mund ta bëjë këtë gjë tek ne. Nëse ne e vendosim të gjë, pra nëse e kërkojmë. Dhe ky karakter i ri na thuhet që ka dy atribute. E para është në drejtësi, pra bëhet njeri i drejtë, dhe e dyta në shenjtëri. Shenjtëri do të thotë të largohesh nga mëkati, nga fuqia e errësirës, që të çon në tundim, të çon në vendime të gabuara për jetën, në shkëputje nga Perëndia dhe në shkatrimin e jetës tënde, sikurse edhe në shkatrimin e marrëdhënieve me njerëz. Pra shenjtëria do të thotë të jesh i pastër dhe sa më pranë Zotit, pra të ecësh me të drejtën e Zotit në rrugën e tij. Dhe në fund na thuhet në shenjtërinë e së vërtetës, që do të thotë matja e shenjtërisë tonë në jetën tonë, sikurse edhe matja e drejtësisë në jetën tonë, bëhet vetëm me anën e fjalës së Zotit, që ne kemi në shkrimin e shenjtë në Bibël. Pra gjithçka fillon me fjalën e Perëndis, sepse na thuhet që në fillim ishte fjala dhe mbyllet po me fjalën e Perëndis. Dhe Perëndia na ka dhënë fjalën e tij, pra mesazhin e tij hyjnor, që ne të ecim në rrugën e dur, po edhe të kontrollojmë veten, të hetojmë zemrën tonë, të masim në një farë mënyrë progresin tonë shpirtëror, rritjen tonë shpirtërore. Mund ta bëjmë vetëm me anë të shkrimit të shenjtë. Prandaj dhe Zoti ka themeluar kishën. Kisha kemi thënë është një bashkësi e njerëzve të rilindur nga fuqia e frymës së shenjtë,
me anë të besimit tek fjala e Perëndisë në Bibël. Pra kur ata vendosin të ndjekin fjalën e Perëndisë në jetën e tyre, si llampën në këmbët e tyre, që tregon rrugën e jetës. Perëndia jep frymën e tij, që është vetë Perëndia që bën banesë në zemrën e besimtarit të rinjtur, dhe besimtari këtu fiton pikërisht të njeriu e ri, që është identiteti i tij i ri në Krishtin, që e transformon së brendshmi dhe e bën mos të ketë dëshirë tjetër për të jetuar ndryshe, përveç se në drejtësinë dhe në shenjtërinë e të vërtetës, sipas fjalës së Perëndisë. Dhe tham që vetëm Perëndia mund ta bëjë këtë punë, por njeriu nga ana e tij duhet të besojë dhe të marrë vendimin për të ndryshuar, për të bërë një njeri i ri. Një njeri sipas modelit që Perëndia e ka krijuar që prej fillimit të krijimit. Pra të eci jeta e njeriu sipas planit të Perëndisë. Sepse Perëndia ka një plan për gjithë ne. Por atë mund ta mësojmë vetëm tek e vërteta. Dhe përsërisim që na thuhet në fillim ishte fjala, fjala ishte me Perëndin dhe fjala ishte Perëndi. Pra fillon me fjalën të kërkosh të vërtetën. Dhe fjala e Zotit është e vërteta. Ajo na shenjtoron dhe ajo na çon në shtegun e drejtësisë dhe na rikrijon në këtë shëmbullim të ri, në këtë krijesë të re që Perëndia bën. Pra ne betemi të njëjtët, pra si njerëz, por Perëndia na jep një jetë të re, sepse si të thuash na jep sy shpirtëror, siç themi ne në teologjinë kristiane. Pra fillojmë sikur kemi një jetë katër sy. Jemi më të vetëdijshëm, kemi një ndërgjegjje më të zgjeruar. Dhe shikojmë jetën jo vetëm në pikpamjen fizike, por e shikojmë edhe përtej fizikës. Shohim metafizikën. I shohim gjërat në botkuptimin shpirtëror. Dhe jo vetëm njerëzit, por çdo krijesë të Perëndisë. E shohim në botkuptimin shpirtëror. Sepse Perëndia ndez në ne zjarrin e frymës së shenjtë dhe na jep këtë vizion të ri për jetën, që është vizioni më i plot, pamja më e plotë e realitetit. Dhe na drejton tek fjala e tij e vërteta, që na jep interpretimin dhe urtësinë e duhur për të jetuar këtë jetë të re. Dhe po të shkojmë më tej, të shohim që para se të hedhim pikërisht hapin e veshjes së njeriu të ri, pra hapin e besimit. Këtu apostulli Paul në Shkrimin e Shenjtë na jep edhe një formulë suksesi, po e quajmë, shpirtërore, ku thotë që së pari duhet të zhveshim njeriu e vjetër. Pra para se të veshim njeriu e ri, duhet të zhveshim njeriu e vjetër. Si ta kuptojmë këtë? Po japim një shembull të thjeshtë. Po sipas teologjisë kristiane. Pra, në shembull të tjerë është nëse duam të bëjmë mirë, në fillim duhet të heqim dorë nga e keqja. Pra hapi i parë biblikisht është mos bëj njërë keq, pra largohu nga e keqja. Pastaj bë të mirën. Sepse imagjinoni sikur të jemi në një trup të sëmurë. E zëm kemi kancer. Dhe ne përpiqemi të punojmë fort, të bëjmë gjërat mira, por nuk kemi shëruar kancerin mirë. Dhe punë nuk ka vlerë në kohë, si thua, nuk mund të jetë afatgjate, nuk mund të jetë e qëndrueshme për sa kohë ne nuk jemi shëruar. Pra kështu ndodh me ne shpirtërisht. Ne jemi të gjithë të sëmurë në botë. Të gjithë rënkojmë dhe jemi të infektuar nga trashëgimia e mëkatit. Trashëgimia e mëkatit stërgjyshor, që nga koha e Adamit dhe Evës, të cilët dëgjuan zërin e angjullit të rënd, Luciferit, pra Satanit, në kopshin e Edenit, dhe dyshuan të vërtetën. Por vendosën sipas mësimit të Satanait, ta vendosin vetë çfarë është e mirë dhe e keqe për jetën e tyre. Dhe nuk ecën në bashkësi me Perëndin, por nuk u bindën Perëndis. Pra ecën në mosbindje. Dhe si pasojë morën mbi vete mallkimin, sepse Perëndia është dhe i shenjtë, është dhe i drejtë, dhe nuk lë mëkate pa i ndëshkuar. Në qëllim që njeriu pikërisht të bëjë të zhveshjen e njeriu të vjetër që është tendenca. Pra shkrimi na thret që duhet të pendohemi një herë. Pastaj të vendosim, të ecim në jetën e re, në rrugën e re që Zoti jep, që është jeta e vërtetë.
Dependesa është të kthehesh plotësisht, 180 gradë, nga rruga në të cilën ke ecur deri më sot. Dhe këtu apostulli Paul na sqaron këtë gjë, duke na thënë tek Efesianëve 4:22 se duhet të zhveshëm njeriu e vjetër që po prishet sipas epsheve të mashtrimit. Pra e përsërisim, kjo betejë shpirtërore është e vërtetë. Përballë nesh kemi Satanain, pra djallin dhe principatat e tij qiellore që janë frymërore, pra demonët. Pra janë në nivelin e dytë qiellor. Qielli është me 3 nivele. Ne jemi në nivelin e parë, dhe nga niveli i dytë deri tek i pari, këto frymëra gjithmonë ndikojnë dhe kanë lëshuar mbi territorin e këtij planeti një lloj rrjete shpirtërore që sklavëron njeriu në mashtrim. Pra duke u nisur nga parimi që në fillim ishte fjala, edhe Satanai të njëjtën mjet përdor fjalën për të mashtruar njerëzit. Prandaj sot në botë kemi kaq shumë fe të dashur, vëllezër dhe motra, kemi 22.000 fe statistikisht. Pra 22.000 besime fetare. Ndërkohë që është një perëndi. Dhe 22.000 besime që njerëzit i kanë shpikur me frymëzimin e Satanait për të krijuar përçarje dhe sundim në territorin e krijimit të perëndis, pra mes njerëzve, por njerëzit shpikin, po e kanë marrë nga Satani dhe të gënjeshtër tjetër që thonë të gjitha fet, të gjitha besimet të çojnë tek njëjti Zot. Kur po këto 22.000 besime kundërshtojnë njëra tjetrën dhe sulmojnë njëra tjetrën. Atëherë si mund të çojnë të gjitha rrugët tek një Zot kur ato janë kontradikt me njëra tjetrën? Ky është mashtrim dashurisë, sepse ne pamë në mësimet e kaluara që demonët luftojnë me njëri tjetrin në principatat e tyre shpirtërore, në botën e padukshme, me qëllim që të rriten në hierarkinë e tyre, në principatat e tyre. Kurse Perëndia ynë që ne i besojmë, ai që na ka dhënë fjalën në shkrimin e shenjtë në Bibël. Ai është paqe dhe dashuri dhe është Perëndi i rregullit, na thuhet. Tani si ka mundësi një Perëndi që është paqe, është dashuri, është dhe i drejtë dhe i shenjtë patjetër, por na shkruaj se është Perëndi i rregullit të shpiki të lejojë 22.000 fe të ndryshme. Perëndia nuk krijon konfuzion. Dhe ai vetë me ardhjen e tij në botë, në Jezu Krishtin, sipas gjithë profecive që ka dhënë përmes profetëve, mijëra vite para ardhes Krishtit, thotë unë jam rruga e vërteta dhe jeta. Dhe askush nuk shkon tek Ati, ka thënë Jezu Krishti, dhe se për jetën, pra një rrugë ka te Perëndia. Është rruga e së vërtetës, sepse një është Perëndia dhe një e vërtetë është. Nuk ka se si një Perëndi të thotë 22.000 gjëra të ndryshme, që kundërshtojnë njëra tjetrën, dhe të besohet që secili ka të vërtetën e tij. Kjo do të thotë, të dashur vëllezër dhe motra, që ne si besimtarë, që kemi shijuar paqen e Perëndisë, kemi shijuar rilindjen, fuqinë e pajtimit të Perëndisë, na thotë Perëndia ishte në Krishtin kur bëri paqen me botën. Dhe Krishti është paqja. Ai na ndërlidh me Atin qiellor, sepse Perëndia është frymë. Po duhet të bëhej mish, duhet të bëhej materie, të bëhej njeri për të shpëtuar njeriu. Dhe për njerëzit në botën tonë kjo nuk ka logjik, sepse ne jemi të mësuar me ato kutit tona, kategoritë tona, por Perëndia është pafund. Dhe ai mund të bëjë çfarë të dojë. Dhe siç ka ardhur në formë njerëzore, që në kohën e Abrahamit dhe të profetëve të tjerë disa herë në Bibël. Ai erdhi dhe u flijua për mëkatin tonë, që të shfuqizojë por ligjin e tij, që kush mëkaton, merr pagën e vdekjes. Për vdekjes së dytë, vdekjes shpirtërore, që të largon përjetësisht nga Perëndia. Ai erdhi e pagoi vetë të pagën e mëkatit, duke marrë mbi vete në trupin e Krishtit vdekjen, dhe vdekja nuk mund të mbante dot Perëndin,
dhe i shkoi në Ferë në Turk, ku i ka predikuar shpirtrave të fjetur para Krishtit, dhe u ringjalli të 13 ditë sipas shkrimeve, dhe pan qindra veta, dhe i besuan. Dhe kështu u hap kisha të dashurisë, dhe kisha e njerëzve. Kur ata pasaj pritën në Jeruzalem, morën frymën e shenjtë nga Perëndia, premtuar nga Krishti, para se të ringjiten në qell, dhe folën të vërtetën të frymëzuar nga Perëndia, ku edhe shkruan pjesën e Testamentit të Ri, që sot e kemi në Bibël. Sikurse dhe Ungjillin brenda saj. Pra gjithë këto po i themi që nëse i besojmë kësaj të vërtetë që Zoti na e ka dhënë, atëherë kuptohet që jemi në një jetë të re. Sepse po i besuam kësaj do thotë që Perëndia me anë të besimit tonë krijon të marrëdhënie frymërore me ne. Me anë të frymës shenjtë ne lidhemi me krijuesin tonë. Dhe fryma e shenjtë na çon tek e gjithë e vërteta që kemi në fjalën e Tij. Por ndërsa jetojmë këtë të vërtetë, të jetë të re shpirtërore, atëherë nuk mund të jetojmë më si besimtar sipas modeleve të vjetra të mëkatit. Apostulli Paul e përmend si epshet e mashtrimit. Çdo thot epshi i mashtrimit, do thotë që njeriu vetë dëshiron të dëgjojë gënjeshtra. Njeriu vetë nuk kërkon të afrohet me të vërtetën. Sepse djalli i ligu ndez dyshimin, ndez frikën e gjitha ato sulme që i pan që tek slajdi i parë i mësimit. Që ata mos të afrohen me të vërtetën, që mos të bëhen të lirë, mos të çlirohen nga barrat e mëkatit. Mos çlirohen nga skllavëria e frymërave të errta satanike. Mos çlirohen nga ky sistem që i mban njerëzit të lidhur në frikë, në tumbime, në iluzione, ku shumica e informacioneve që shtojnë përreth janë më së shumti reklama dhe mashtrime, ndërkohë që njeriu në vetvete vuan dhe boshatisë të dashur, dita ditës. Dhe unë kam qenë në një natë ta, sikurse kanë ndarë në së tjera, në pjesë dëshmisë time, që jetoja këtë ëndrrën e suksesit, të parave, të gjitha, dhe rriteshin parat, rritej suksesit dhe fama, ndërkohë që unë brenda po vlisja shpirtërisht të dashur. Sepse nuk po jetoja ëndrrën time, po jetoja ëndrrën e tjetër kujt që kisha parë diku në ndonjë ekran. I kisha besuar iluzioneve. Dhe po jetoja një iluzion. Po jetoja një jetë të dyfisht, me 2 fytyra, me 3 fytyra. Për të bërë sa më shumë para, sa më shumë mira materiale, ndërkohë që brenda po vlisja. Dhe aty do thirra Zotit, aty dorëzova, thash Zot, ti më ke mbetur vetëm, sepse asgjë nuk po përmbush. Dhe Zoti më thiri, më drejtoi dhe më çoi në kishë të dashurit. Kur isha 30 vjeç, unë s'kam pasur asnjë lidhje me krishterët. Madje disa prej tyre kam tallur, disa i fyeja, i kam bërë për të qarë me një urinë time. I kapja matë si thuash me llafe, ndërkohë që ata nuk kishin fjalë. Ata kishin thjesht besim dhe dashuri për mua. Luteshin për mua, por nuk i kuptoja atë gjë. Dhe që Zoti me një mëkatar si unë, nuk më laqe të shkatërrohesha dhe t'ia shisja shpirtin tim djallit në këmbim të atyre lekëve e pasurive, por më çliroi nga ky model i njeriu të vjetër. Unë sot e gëzoj jetën time, kam të mira, materiale, nuk më mungon asgjë, kam familje të mrekullueshme nga Zoti, më ka bekuar Zoti shumë. Dhe e forta ishte që me bukura ishte në saj, që Perëndia nuk është se më ndryshoi jetën totalisht. Perëndia më ndryshoi perspektivën për jetën. Dhe pastaj më la zgjidhje të lirë. Nuk më tha kishi pasuri, kishi para, kishi as edhe një gjë. Thjesht më drejtoi në kishë, më drejtoi te fjala e tij. Me vëllezër dhe motra, duke parë jetën e tyre, duke u lutur më shumë me Zotin, duke i kërkuar atij si api tim, i thoya më trego, më drejto. Dhe kuptohet kisha sulme shumë të mëdha, sidomos në fillim, nga fuqitë e errta, por asnjëherë Zoti nuk më la.
sepse gjithmonë kanë qëndruar në lutje dhe në meditim tek ato që studioja nga Bibla. Pra fjala dhe fryma e shenjtë në lutjeve më ka mbajtur që të rezistoj këtyre sulmeve. Dhe jetoj tashmë si krishter 8 vite, dhe ndaj dhe mora dhe mundimin që ta bëj këtë mësim për gjithë ata besimtarë të rinj, po jo thjesht të rinj në vite. Rinia në krishtërim është sipas nivelit shpirtëror. Sepse ka krishterë mund të jenë dhe 30 vite që jetojnë krishtërimin, po mund të kenë ngelur sërish si foshnja në besim. Por që Zoti vullnetin për ne ka që ne të rritemi shpirtërisht dhe të ndihmojmë sa më shumë njerëz. I shirojmë me anë të së vërtetës, me fuqinë që Perëndia jep në fjalën e Tij, në të vërtetën. Nga ky sistem sklavërues dhe i gënjeshtër. Kështu që miqtë dhe i themi, nëse e kemi shlijuar fuqinë e shpëtimit, që është fuqi hyjnore dhe nuk përshkruhet dot. Mund të rrimë orë tëra, por nuk e përshkruajmë dot se secili ka të përvojë të vet personale me Perëndin. Se Perëndia është personal dhe i do që të gjithë njësoj. Nuk ka të preferuar dhe më pak preferuar, janë të gjithë të dashur në sytë e Perëndisë. Puna është që pa besim nuk i pëlqen dot Perëndisë sepse nuk lidhesh me të. Dhe pa besim je i pa bes. Pra njeri që s'ka besim është i pa bes. Dhe si me nuk ka punë me Perëndin. Pra nëse kemi këtë përvojë të shpëtimit, që gjithë secili e ka personale, atëherë do të thotë se ne si krishterë nuk mund të jetojmë më sipas modeleve të vjetra të mëkatit. Prandaj shkrimi në mënyrë figurative thotë që ju keni vdekur për botën. Do të thotë nuk keni më punë me sistemin e vlerave që reklamon kjo botë. Që shton sa më shumë gjëra materiale, ndërkohë që heq Perëndin nga lista. Ose e bën Perëndin një nga këto aksesor, ose si një gjë fatndjellëse për para, për shëndet apo për gjëra të tjera. Po Perëndia nuk është gjeniu i llampës së dashurisë. Është ai që ka krijuar qiellin dhe tokën, gjithësinë dhe ka çelësin e parajsës dhe të ferrit, ai do vendosin punë. Kush do jetë në praninë e tij ose kush do shkojë përjetësisht pafund larg pranisë së tij, në një vend vuajtjesh në ato shpelëshe. Kështu që lufta shpirtërore, në gjithë këtë, është mbi të gjitha një vendim i ndërgjegjshëm. Sipas vullnetit të lirë që Zoti na ka dhënë. Është vendim me ndërgjegje të pastër dhe të plot për të lënë pas të kaluara. Dhe për të ecur në një jetë të re. Pra thamë, të kemi të ardhmen, duhet shkëputemi nga e kaluara. Që të bëjmë mirë, duhet mos të bëjmë keq. Që të veshim njeriu e ri, duhet që të zhveshim më parë njeriu e vjetër. Dhe zhveshja e njeriu të vjetër është pikërisht kjo. Që shkëputemi nga jeta e kaluar. T'i lëm pas modelet e vjetra të mëkatit. Ku këto fuqit e errta satanike na joshin në epshet e mashtrimit. Pra heqim dorë përfundimisht në hipokrizia, nga gënjeshtrat, nga të dukurit, nga dëshira për të pëlqyer njerëzve, sepse tashmë nuk jemi më sklever të djallit, në mënyrë që t'i shërbejmë atij në këto lojra e teatro që ai ngre, të cirk të madh në botë. Jemi sklever të Perëndisë, pa i nuk na shkon më sklever, na shkon bitë e tij. Dhe detyra jonë është të themi të vërtetën me dashurinë e Krishtit. Dhe kjo është e vërteta. Që fjala e tij jep dhe përsërit disa herë në forma të ndryshme. Që njerëzit të kthehen te Zoti, duke lënë pas mashtrimin e kësaj bote. Dhe tjetër hap është përtëritja e mendjes. Pra si mund ta lëm pas të kaluarën dhe të ecim në risinë e jetës. Të krijohet tek ne ky njeriu i ri sipas shëmbullimit të Perëndisë në Krishtin. Tek Efesianëve 4:23 na thuhet, dhe të përtëriheni
në frymën e mendjes tuaj. Që do të thotë që lufta shpirtërore e përsërisim fillon në mendje. Fillon në mendje dhe fitohet në mendje. Pra gjitha është e mendja jonë. Dhe ky instrument kaq i madh, kaq i sofistikuar, që Perëndia e ka krijuar në çdo njeri. Dhe mos harrojmë çfarë është njeriu. Njeriu, thotë Bibla, është çfarë ai apo ajo mendon në zemrën e tij. Pra ato mendime që i ke sa më të shpeshta, ato të shkojnë në zemër. Dhe ato bëjnë shëllimin e jetës tënde. Nëse mendon mashtrimet, nëse mendon mëkatin, nëse mendon vetëm materializëm, apo dëshira e lakmi të ndryshme që kjo botë ka me shumicë, ose të krahasohesh me të tjerët, ose të jesh më mirë se të tjerët, ose të duash të keqen të tjerëve, atëherë je në robërinë e të librit. Je sklav i këtyre fuqive të errësirës. Po nëse dëshiron një jetë të re, atëherë shkrimet të re të përtërish frymën e mendjes tënde. Dhe ky proces transformimi në mendjen tonë do të vetëm kur ne lejojmë mendjet tona të ndryshohen nga fuqia e fjalës Perëndis dhe jo nga modelet e botës. Pra nëse besojmë që një është e vërteta dhe është fjala e Perëndis, atëherë çdo fjalë tjetër që bie në kundërshtim me fjalën e Perëndis, se jo të gjitha bien në kundërshtim, sepse ne kemi edhe fjalë të urta popullore në shqip që të gjitha përputhen pothuajse me urtësinë e Biblës, 80-90% të tyre. Prandaj quhen edhe fjalë të urta. Por nëse ka fjalë të tjera që vijnë ndesh me shkrimin e shenjtë, në kontradikt, atëherë këto janë modelet e botës, epshet e mashtrimit. Por nëse duam të ecim vetëm me të vërtetën, vetëm me drejtsinë e Perëndis, atëherë këtë mund ta gjejmë vetëm te fjala e tij. Dhe fjala e Perëndis mësohet në kish. Edhe unë që u flas jam pjesë e kishës, që u flas në këtë medium, për të nxjerrë pak dritë. Sepse kisha tham nuk janë godinat, nuk janë muret, janë njerëzit. Dhe lavdi Zotit që kemi këto mjete ku mund të krijojmë të përmbajtje për të ndihmuar sa më shumë njerëz që të ecin në dritë. Dhe çfarë do të thotë njeriu i ri, pak e prekëm, u ndava një pjesë të dëshmisë time. Pra njeriu i ri nuk është mashtrimi i botës që sot është në trend ku thotë bëu një versioni më i mirë i vetes tënde. Pra njeriu i ri nuk është ky, nuk është thjesht një version i përmirësuar i vetes. Dhe kërkojmë ndjesë për shkrimin dashur njerëz miq, dhe ju njerëz që ndiqni sepse kam bërë disa gabime ortografike, uroj mos jem problem për ju. Pra nuk është versioni i përmirësuar i vetes njeriu i ri. Njeriu i ri është një krijesë e re. Është një krijesë e re e krijuar ose e rikrijuar sipas fuqisë së Perëndis, në frymën e shenjtë, përmes fjalës së tij, për të jetuar në drejtësi dhe në shenjtëri. Që thot njeriu vetë me forcat e tija nuk arrin dot ta bëjë këtë gjë. Prandaj jemi të bindur që kjo është punë e Perëndis te ne. Ai e fillon procesin, ai e vazhdon procesin dhe ai do ta mbarojë procesin. Procesin e shpengimit plot, që është shpëtimi i shpirtit në përjetësi, sikur se thot Bibla. Pra është punë e Perëndis dhe jo përpjekje njerëzore. Kështu që njerëzit që mësojnë që me përpjekje njerëzore mund të përmirësosh karakterin, mund të rikrijohesh, më thënë tash, janë teknika, janë të vlefshme. Unë vetë i kam mësuar këto teknika, për ju që mund të keni ndjekur pak më shumë punën time, mund të jeni më të familiarizuar, por nuk ndryshojnë dot karakterin. Dhe nuk ndërtojnë dot tek ne njeriu i ri. Këtë e bën vetëm Perëndia, por ka vetëm një kusht, që ne ta besojmë dhe ta lejojmë. Fjalën e Perëndis në frymën e shenjtë që të na shenjtërojë dhe të na drejtësojë
me drejtsinë e Perëndisë, me drejtsinë e njerëzve. Kim në hap praktik si të vishemi çdo ditë me njeriu e ri. Dhe njësoj si zhvishemi çdo mëngjes, veshim rrobat e reja, po në fillim heqim rrobat e vjetra, ato që janë të papastërta, që i lëm për të larë zakonisht, ose kemi rrobat vjetra që i flakin fare. Dhe në fakt Bibla më shumë për këtë koncept. Pra kur heqim njeriu e vjetër, do thotë që heqim rrobat e vjetra dhe i flakim ato. I djegim, i eliminojmë. Veshja e njeriu të ri është si të vishemi fizikisht çdo mëngjes. Ashtu duhet të zgjedhemi, të zgjedhim të vishemi me karakterin e Perëndisë që është treguar në Krishtin. Që do thotë çdo ditë marrim vendimin për të ecur si Krishti, për të jetuar si njeri i ri, si biri i Perëndisë. Dhe si është karakteri i Krishtit? Ai fliste vetëm të vërtetën. Kështu që dhe ne, kur e lëm Perëndin të na drejtojë me fuqinë e tij, edhe ne çdo ditë mund të marrim vendimin që të flasim vetëm të vërtetën. Tjetër gjë, të kontrollojmë zemërimin. Edhe ky është një vendim që nëse e bëjmë bashkë me Perëndin, mund ta kontrollojmë zemrin. Me forcat tona është shumë e vështirë dhe madje pamundur ta kontrollojmë gjithmonë zemrin. Ndonjëherë dhe mund t'ia dalim, por raste të tjera do të humbasim qetësinë, mund ta humbasim dhe kontrollin. Tjetër gjë, të punojmë me ndershmëri. Pra mos të bëjmë hile, mos të bëjmë mashtrime, mos të bëjmë një gabim dhe e hedhim tjetrit ose nuk e pranojmë, mos e fshejmë gabimin, mos të vjedhim. Tani dikush mund të thotë, po nuk kam vjedhur ndonjëherë në punë dhe ç'më duhet mua kjo, por për shembull, a ke vjedhur në celular në punë? Po. Atëherë apo të paguajnë kohën e punës, punëdhënësit e tu. Po. Atëherë atë kohë, ato para ti po i vjedh. Sepse kohën që po ato po të paguajnë për të punuar, ti po kalon celular. Pra kjo është vjedhja. Jep të si shembull për të kuptuar që e kemi të pamundur me forcat tona për të drejtësuar para Perëndisë dhe për të shenjtëruar, që do thotë që mos të mëkatojmë. Sepse bëjmë shumë gabime gjatë gjithë ditës, të cilat ne nuk konsiderojmë as gabime. Prandaj tash shembulli i celularit në punë. Pra punonjës i sheh gjithandej, rrin në celular në orar pune. Ndërkohë që punonësi i paguan për të bërë punën, jo për mbetur në celular. Kjo i bën ata hajdut, pra vjedhës përpara Perëndisë, dhe Perëndia ndëshkon mëkatin. Pra mëkatin nuk ndëshkoi Perëndia. Sipas ligjit të tij që është në fjalën e tij. Tjetër që të flasim fjalë të mira. Tani kujdes se ndonjëherë ne mbajmë gojen dhe nuk flasim fjalë të këqija, pra verbalisht, po flasim me zë. Po fjala në Bibël ka kuptim më të thellë, janë dhe ato çfarë na vijnë së brendshme. Për shembull, nëse së brendshmi kemi mendime ose i themi vetes gjëra negative për një person. Për shembull, mund ta shajmë personin, mund ta përçmojmë, mund të themi shik ky ose u bë kjo, të më tregoj mua këtë për shembull. Pra kjo është prapë një fjalë jo e mirë. Që thotë njeriu vet nuk ja del dot të bëjë këto gjëra. Po vetëm kur ai beson, Perëndia e ka falur në Krishtin dhe është i gatshëm që fal besimin të këtij njeriu për të lënë pas të kaluara jetën e vjetër të mëkatit dhe të marrë jetën e re në frymën e të vërtetë, në fuqinë e fjalës e frymës shenjtë dhe të fjalës shenjtë të Perëndisë. Perëndia këtij njeriu i jep fuqi, i jep urtësi dhe plot dashuri që të përmirësohet dhe të rritet edhe të afrohet sa më shumë në një zemër të transformuar që ngjan me karakterin e Krishtit. Lavdi Zotit. Dhe thënë të gjitha këto, vëllezër dhe motra dhe ju miq që na ndiqni, le ta mbyllim me një praktik. Pra ushtrime mbi këto që mësojmë, në mënyrë që ti përvetësojmë sa më mirë këto mësime. Dhe praktika për sot është e thjeshtë. Identifikoni një model
të njeriu të vjetër që po përsëritet në jetën tënde. Për shembull, dikush mund të ketë probleme zemërimi. Pra ka një zemërim që i përsëritet shpesh. Dikush mund të ketë probleme me thashëthemet, për shembull. Dikush tjetër mund të ketë lakmin. Pra i parë le ta identifikojmë një model të njeriu të vjetër në jetën tonë. Dhe hapi i dytë këtë javë, çdo herë që shfaqet ky model, zvendësohet me një veprim të njeriu të ri. Dhe këtë model mund ta mësojmë sa më mirë tek Bibla dhe te letra e Efesianëve, që kemi thënë, për ata që nuk e kanë lexuar, mund ta shkarkojnë një Bibël online. Në fakt unë jam dhe kontribues tek Bibla.al, keni të aplikacione, keni online Bibël në shqip, si në shkrim, si dhe në audio, në disa versione përkthimi. Keni aty dhe këngë, filma, libra të krishterë me radhë që mund t'ju ndihmojnë, të gjitha falas. Nëse lexoni letrën e Efesianëve, të cilën ne po e studiojmë në këtë seri mësimesh, aty do mësoni karakteristikat e njeriu të ri. Më së miri. Për inkurajoj ta bëni këtë mësim. Dhe duke shpresuar dhe uruar të dashur miq dhe ju ndjekës, dhe ju vëllezër dhe motra që ky mësim dhe kjo seri mësimesh të qenë një bekim për ju. Erdhëm në fundit e kësaj serie, mbeten dhe disa seri të tjera, pra ky cikël ka 7 mësime në total. Dhe unë ju falenderoj dhe ju ftoj që nëse keni diçka që ju mundon në jetën tuaj, në këtë betejë shpirtërore, që është e vërtet, ndonse është e padukshme, por është e vërtet, nuk do të thotë që nuk ekziston. Dhe keni ato vështirësitë tuaja dhe nuk ja dini dot. Dhe keni nevojë për këshilla shpirtërore. Mund të më shkruani tek adresa që shikoni këtu me të bardhë të shkruar enobarjani@gmail.com. Dhe unë sapo gjej kohën dash Zoti dhe urtësim Perëndia mund të më japi për problemin tuaj, do t'ju përgjigjem sipas parimeve të Biblës, me anë të një videoje postuar në këtë kanal ku ruhet anonimati juaj. Dhe kjo bëhet që të merrni këshillim dhe ndihmë si ju, po edhe komuniteti që na ndjek. Sepse jemi thirrur të jemi ndihmë për të botë dhe dritë për të botë. Të gjitha këto, ju falenderoj dhe mirupafshim në serinë e radhës. Bekimet e Zotit.